إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allah nuk ka kusht ta humb, ndërsa atë që e çojnë humbje nuk ka kusht ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguar i tij. Lëvdata shumë dhe shpëtimi e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi gjithë ata që i pasuan ata me përpikëri deri ditën e Kiametit. Në vijim, vëllezër të nderuar, vazhdojmë mësimin në librin Gjunahet e Mëdha të Imam Adh-Dhahabiut, Allahu më shëroft, me shpjegim të shehut të nderuar, Sheh Sulejman Ruhailit, Allahu e ruaj. Në radhën e kaluar folëm për dispozitat e ndëshkimit të magjistarit. Dhe nuk është nevoja që t'i përsërisim prap, ndërsa sot me lejet Allahut do vazhdojmë me argumentet e tjera që ka përmendur Imam Adh-Dhahabiu që kanë lidhje me këtë temë. Ndaj thot autori Imam Adh-Dhahabiu, Allahu më shëroft, nga Ibn Mas'udi radiallahu anhu, që transmetohet me zinxhir i cili shkon deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ar-ruqa wa tiwalata shirkun." Rukjet dhe at-tiwala, që është një lloj magjie, janë shirk. Këtë hadith e ka transmetuar Imam Ahmedi dhe Abu Dawudi. To Sheh Sulejman Ruhaili, Allahu ruajt, thot duke shpjeguar, po këtë hadith e ka transmetuar Imam Ahmedi, Abu Dawudi, Ibn Majah, Al-Hakim dhe ka saksuar atë si dhe e ka saksuar edhe Imam Adh-Dhahabiu. Po ashtu këtë hadith e ka përmendur edhe Sheikh Al-Albani në zinxhirin e haditheve të sakta, dhe thot shehu se ky hadith është i vërtet dhe i sakt. Sa i përket rukjeve, çfarë janë rukjet? Rukjet janë lexime dhe shprehje apo fjalë të cilat lexohen për të larguar një të keqe para se të godas ty, ose për ta larguar atë të keqe mbasi ajo të ka rënë ty, të ka zënë ty. Dhe ato janë simbole apo tekste, si dhe fjalë dhe shprehje të cilat lexohen pra, siç thot shehu, për të larguar të keqen para se të biri dhe për të larguar të keqen mbasi që të ka rënë kjo e keqe. Dhe sa i përket rukjeve, ato janë dy llojesh. Ke rukje të cilat janë sheriatike, të ligjësuara, sikurse janë leximi i ajeteve të Kuranit, apo sikurse janë kërkimi mbrojtje nëpërmjet sureve dhe lutjeve të cilat janë transmetuar dhe kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe lutjet të cilat nuk përmbajnë në to shirk, dhe lutjet të cilat nuk përmbajnë në to shirk. Pra këto rukje janë të ligjësuara, dhe njeriu me këto rukje çfarë bën? Ruan, i mbron fëmijët e tij, veten e tij, si dhe u bën rukje atyre. Dhe këtu që i përmend Imam Adh-Dhahabiu nuk ka për qëllim këtë lloj rukje, pra rukjen sheriatike. Ndërsa lloji i dytë i rukjeve është ajo lloj rukje e cila përmban shirk në të. Pra në të i kërkohet ndihmë shejtanëve, si dhe këto rukje përmbajnë simbole dhe fjalë të cilat nuk kuptohen dhe të ngjashme me to. Dhe kjo është ajo që ka për qëllim Imam Adh-Dhahabiu kur përmend rukjet këtu. Pra, rukjet këtu ka ardhur në mënyrë të shquar, pra që dihet
se cilat janë këto rukje, janë rukje të cilat përmbajnë shirk. Dhe sa i përket rukjeve të idhujtarëve, këto rukje përmbajnë shirk. Rukjet që kanë pas bërë idhujtarët, ato përmbanin shirk. Aleikum selam. Ndërsa sa i përket hajmalive, hajmalit në origjinë, ato janë varse të cilat u varen fëmijëve për të larguar syrin e keq. Pastaj hajmalit janë përdorur dhe quhet çdo gjë pra që varet. Çdo gjë që varet për të larguar të keqen para se të zërë kjo e keqja, apo për të larguar një të keqe që të ka rënë, pra për të larguar mysyshin që të ka rënë. Dhe këto hajmali janë 3 llojesh. Hajmalit i kemi 3 llojesh. Kemi lloj parë që janë simbole dhe lexime dhe fjalë të cilat lexohen. Kemi llojin e dytë që janë shkrim nga Kurani. Kemi dhe llojin e tretë që janë fije, peri apo rripa, pra thjesht fije, peri dhe rripa pa shkrime, pa simbole, pa asgjë tjetër. Edhe sa i përket llojit parë të këtyre hajmalive, të cilat janë simbole dhe lexime ku njerëzit i kërkojnë ndihmë xhinve. Pra në këto shkruhen emra të panjohur, bëhen vizatime, si dhe shkruhen dhe numra dhe të ngjashme me to. Dhe këto lloj hajmalish janë shirk, thot shehu Allah ruaj. Ndërsa lloji i dytë i hajmalive, apo i thon ndryshe sikurse njihet nuskat, ato janë shkrim nga Kurani. Pra janë hajmali të cilat përmbajnë shkrime dhe ajete nga Kurani. Shkruhen dhe lidhen. Pastaj ato varen. Edhe kjo bën me qëllim, siç e tham, për të larguar një të keqe para se të zërë ajo keqe, ose për të larguar një të keqe që të ka zënë. Dhe sa i përket këtyre llojeve të hajmalive, që kanë shkrime të me ajete të Kuranit, dietarët prej seleve kanë rënë disa mendime. Kështu që disa prej selefëve i kanë lejuar ato, nëse ti je i bindur se ato përmbajnë vetëm ajetet të Kuranit. Disa prej tyre kanë lejuar nëse ti pra je i bindur që ato përmbajnë ajetet të Kuranit. Ndërsa disa prej selefëve i kanë ndaluar ato për ta larguar të keqen përpara se sa të zëri kjo e keqe. Pra i kanë ndaluar këto lloj hajmalish që vendosen për të larguar një të keqe që akoma s'ka prek. Ndërsa hajmalit që vendosen për të larguar një të keqe që të ka zënë, mysyshin që të ka zënë, këto i kanë lejuar, thot. Këto i kanë lejuar. Pra këto kanë bërë dallim midis asaj që para se ty të zëri e keqe dhe midis asaj që të ka zënë e keqe. Dhe këto i kanë lejuar me qëllim mjekimi. Me qëllim mjekimi, pra ti për të shëruar atë të keqe që të ka zënë. Mirë po shumica e selefëve i kanë ndaluar ato në mënyrë absolute, s'kan bërë dallim. Mirë po ka dhe prej selefëve që kanë thënë se ato hajmalit janë shirk i vogël. Mirë po shehu këtu thot se ajo që është më sakta është se ato janë të ndaluara në mënyrë absolute, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka ndaluar ato i ka përgjithësuar, pra nuk ka bërë dallim. I ka ndaluar që të gjitha. Madje selefët ishin të tillë që i këpusnin hajmalit kur i shikonin dhe nuk bënin shtjellim. Pra nuk bënin shtjellim që të pyesnin se cili është qëllimi e kështu me radhë, por se menjëherë i këpusnin ato. Sepse lejimi i një gjëje të tillë është rrugë për të shkuar pra tek një e keqe tjetër, është rrugë që të çon tek një e keqe tjetër. Dhe kjo rrugë duhet mbyllet dhe të bllokohet, thot shehu Allahu ruaj. Ndërsa lloji i tretë i hajmalive janë fijet e perit, të cilat varen dhe që nuk kanë shkrime në to. Thjesht fije peri që vendosin nëpër duar apo në qafë. Dhe këto lloj hajmalish janë shirk i vogël
nëse nuk besohet se ato ndikojnë vetë pa lejen e Allahut. Ama nëse besohet, pra personi që i vendos ato beson se ato kanë ndikim vetë pa lejen e Allahut, atëherë këto futen dhe rënditen tek shirku i madh. Ndërsa sa i përket pastaj at-tiwala, ajo lloj magjie që ne përmendëm hadith, thotë shehu se kjo është një lloj magjie të cilën e bëjnë për të bërë të gruan të dashur tek burri i saj dhe burrin tek gruaja. Pra është një lloj magjie që e bën të dashur gruan tek burri dhe e kundërta. Po ashtu kemi dhe magjin e cila pra magjia afruese që i afron personat me njëri tjetrin, edhe kjo pasho është një lloj magjisë dhe që të gjitha këto janë shirk. Dhe të gjitha këto llojet e magjisë që quhen at-tiwala, që bëhet për bashkimin e njerëzve, të gjitha këto futen tek shirku. Kto shehu thot përse Imam Az-Zahabiu, Allah më shëroft, e ka përmendur këtë hadith në temën e shirkut, që thot rukjet dhe at-tiwala janë shirk. Thot i ka përmendur thot për dy arsye. E para, për shkak të fjalës së pejgamberit alayhis salam që thot at-tiwalatu shirk. Dhe at-tiwala është një lloj prej magjie. Pra kjo është arsye e parë. Arsye e dytë është se magjistari i përdor këto tre lloje, pra rukjet, hajmalit dhe magjina at-tiwala. Kjo është arsye pse i ka përmendur, sepse magjistari përdor këto tre lloje kur bën magjit e tij. Pra ai përdor rukjet, të cilat përmbajnë lexime, përshpëritje, apo hajmali dhe murmuritje, që janë fjalë përsëritura me zë të ulët, si dhe lidhje, magji me nyje, dhe u jep njerëzve dhe apo u jep njerëzve fije dhe gjëra të shkruara të ngjashme me to. Gjitha këto futen tek magjit, prandaj dhe autori ka përmend. Pra që të gjitha këto janë shirk, qofshin këto rukje që përmbajnë pra kërkim ndihmë nga shejtanët, apo hajmalit, që të gjitha këto futen tek shirku. Dhe ne e përmendëm, këtu thot autori Imam Az-Zahabiu se at-tiwala është një lloj magjie, që është pra bërja e gruas të dashur tek burri dhe e kundërta. Dhe thot Sheikh Sulejman Ruhaili se këtë lloj komentimi të kësaj magjie që është at-tiwala, ky është komentim të cilin e ka bërë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, ashtu sikurse ka transmetuar Ibn Hibani. Pra Abdullah ibn Mas'udi është ai i cili ka thënë se at-tiwala është magjia e cila bën të dashur burrin te gruaja dhe e kundërta. Thot autori Imam Az-Zahabiu, pastaj thot hajmalit janë varse të cilat largojnë syrin e keq. To Sheikh Sulejman Ruhaili thot që në origjinë ato janë varse të cilat largojnë syrin e keq, sipas pretendimit të tyre. Mirë, po kjo ka vazhduar pra që të thuhet dhe të përdoret kjo fjalë, pra hajmalit, edhe për çdo gjë që njeriu e var dhe çfarëdo që të jetë dhe sido që të jetë, dhe e përdor me qëllim për të larguar një të keqe apo për ta hequr atë të keqe që të ka rënë. Prandaj që kjo gjë që ata vendosin mbi makina, vendosin një dorë, një shput të dorës mbi makinë, dhe kur makina ecën, dora lëviz. Po kështu edhe kjo hyn tek hajmalit. Madje ka njerëz të cilët shkruajnë, thon ainul hasudi fiha udun. Syri i ziliqarit ka në të një shkop që e kthen mbrapsh në syshin. Pra vendosin diçka ku shkruajnë këtë shprehje. Po kështu thot shehu, edhe kjo futet tek hajmalit. Pastaj përmend hadithin ku thot men ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu. Ai që var një hajmali, Allahu mos ja plotsoft çështjen e tij. Wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayh. Dhe ai që var diçka, lihet që si thosh në dorën e saj. Lihet në mbështetjen e saj. Pra Allahu nuk e ndihmon. Madje
edhe ajetet e Kuranit që shkruhen mbi makina apo në pjesën ballore të shtëpisë, edhe këto futen tek hajmalit, konsiderohen hajmali. Dhe sot ka prej atyre që marrin tulla apo pllaka dhe e shkruajnë aty masha Allahu tabarakallah, alhamdulillahi rabbil alamin, edhe vendosin në ballë shtëpisë. Po kështu edhe këto futen, konsiderohen hajmali. Prandaj që njerëzit duhet të bëjnë kujdes prej këtyre, të ruhen, edhe të lidhen me Allahun Azza wa Jall, pasi ai që lidhet me Allahun, Allahu i mjafton atij dhe e ruan atë. Ndërsa ai i cili varet diçka, atëherë lihet në dorën e saj. Pra Allahu i lartësuar nuk e ndihmon atë. Pastaj vazhdon Imam Adh-Dhahabiu dhe thotë: dije se shumë prej këtyre gjunaheve të mëdha, madje shumica e tyre përveç pak prej tyre, shumë prej njerëzve të umetit nuk e dinë se ato janë të ndaluara. Madje atyre nuk u ka vajtur as shërtimi dhe as paralajmërimi për to. Dhe ky lloj i njerëzve që nuk i din pra këto dispozita, dietari duhet që mos të nxitohet ndaj atij që është i paditur. Përkundrazi ai do të tregohet i butë me të dhe duhet i mësoj atij atë çka Allahu i lartësuar ja ka mësuar këtij. Sidomos nëse një person i tillë nuk ka shumë kohë që është shkput nga ignoranca. Pra ai është rritur në një vend të largët kufri, është zënë rob apo sklav dhe është tërhequr dhe shpërngulur dhe është vendosur në tokat islame, që mund të jetë një turk mosbesimtar ose mund të jetë një kurd i dhujtar që nuk e njeh arabishtën. Kështu, pra një njeri i tillë e blen një prijes turk i cili nuk ka as dije dhe as kuptim. Dhe me shumë vështirësi, nëse ky personi që është vendosur në tokat islame, me shumë vështirësi, nëse thot shahadetin dhe nëse i mësohet arabishtja pak sa që të mësoj kuptimin e shahadetit pas disa ditësh dhe netësh, atëherë kjo është gjë e mirë. Pastaj ndoshta falet, po ndoshta edhe nuk falet. Por se mund edhe që t'i mësohet Fatihaja me vazhdimin e kohës ose përgjatë me kalimin e ditëve, nëse profesori i tij ka një lloj fetarie. Ama nëse profesori i tij është njëjtë sikur sa ai, pra nuk është se ka një fetari as dije, atëherë ky i gjori nga do t'i marrë vesh, domethënë ligjet e Islamit apo dispozitat e Islamit. Dhe nga do ta marrë vesh se cilat janë gjunahet e mëdha dhe që duhet larguar prej këtyre gjunaheve. Po ashtu ky nga do t'i mësoj se cilat janë obligimet dhe që obligohet pra kryerja atyre, përmbushja atyre. Nëse ky person, pra nëse këtij personi i bëhet me dije se cilat janë gjunahet e mëdha shkatruese dhe paralajmërohet ndaj tyre, si dhe i bëhet e qartë se cilat janë shtyllat e farzeve dhe ky i beson ato, atëherë i tilli është i lumtur, mirë po kjo gjë ndodh rradh. Prandaj që robi duhet lavdëroj Allahun Azza wa Jall për mirëqenien që i ka dhënë. Mirë po nëse thuhet që ai ka neglizhuar për faktin se nuk ka pyetur në lidhje me ato gjëra që ai i ka obligim. Neve themi ose thuhet se kjo gjë është ajo çka ai ka menduar dhe nuk e ka kuptuar se pyetja që i bën ai i cili e mëson atë, ky e ka obligim që ta mësojë atë. Pra nuk e ka kuptuar se kjo pyetje që i bëhet është obligim që të mësohet. Dhe atij që Allahu nuk i jep dritë, nuk i jep dije, atëherë për atë nuk do gjesh dritë. Prandaj që askush nuk merr gjuna përveç se pasi që t'i bëhet me dije dhe pasi që t'i ngrihet argumenti. Pasi Allahu i lartësuar
është i butë me robrit e tij dhe është i mëshirshëm me ta. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Wa ma kunna mu'adhdhabina hatta nab'atha rasula." Dhe ne nuk i dënojmë derisa të dërgojmë të një të dërguar. Pra neve nuk i dënojmë njerëzit derisa të dërgojmë atyre të dërguar. Dhe madje sahabët, prej zotrive të sahabe ishin jetonin në Etiopi, në atë kohë kur ata emigruan. Dhe zbrisnin obligimet dhe ndalesat tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po atyre nuk u shkonte lajmi për ndalimin e këtyre gjërave, përveç se pas disa muajve. Kështu sahabët, në lidhje me këto gjëra që ato nuk i dinin, ishin të justifikuar me padituri, derisa atyre t'u vinte teksti apo t'u vinte argumenti. Po ashtu justifikohet me ignorancë çdo kush që nuk di derisa të dëgjoj tekstin apo të dëgjoj argumentin në dasht Allahu i lartësuar. Këtu mbaron fjala Imam al-Dhahabihut, Allah më shroft. Ndërsa Sheh Sulejman Roheli komenton dhe shpjegon fjalën e Imam al-Dhahabihut dhe thotë se këtu Imam al-Dhahabiu cek se njerëzit në lidhje me gjunahun e madh të magjisë, madje në lidhje me të gjitha gjunahet e mëdha, nuk janë njësoj. Nuk janë të gjithë njësoj. Pasi ka për njerëzve që i dinë se cilat janë gjunahet e mëdha, dhe e dinë se ato janë gjunahet e mëdha, dhe i friksohen Allahut Azza wa Jall, si dhe bëjmë përpjekjen për t'i lënë gjunahet e mëdhaja. Edhe nëse ati rëshket këmba në një ditë prej ditëve dhe bën një gjuna të madh, atëherë ai më njëherë nxiton që të pendohet tek Allahu Azza wa Jall. Dhe të tillët janë të lumturit, të shpëtuarit dhe të nderuarit. Dhe ai person që ka një gjendje të tillë, le ta lavdërojë Allahun Azza wa Jall së pari, sepse Allahu është ai që ka udhëzuar dhe e ka mësuar. Po ashtu, Allahu i lartësuar është ai që e ka udhëzuar dhe ka bërë atë që t'i përmbahet rrugës së drejtë dhe t'i lëri haramet. Dhe që ai ta di pra se Allahu i lartësuar e ka udhëzuar atë dhe e ka bërë të qëndrueshëm. Prandaj që gjithë mirësia i takon vetëm Allahut Azza wa Jall, pra ai e ka detyrë që ta di madhështinë apo madhësinë e kësaj mirësia të Allahut Azza wa Jall dhe ta lavdëroj Allahun subhanahu wa taala, si dhe të bëj kujdes dhe të ruhet që t'i përmbahet qëndrueshmërisë në fe. Mirë po ka prej njerëzve që njohin gjunahet e mëdha dhe dinë se ato janë gjunahet e mëdhaja dhe janë të ndaluara. Mirë po ai nuk i friksohet Allahut Azza wa Jall, madje ai i vepron gjunahet e mëdhaja, edhe pse e di se janë gjunahet e mëdhaja. Dhe ky është ai i mjeruari, i cili nëse konsideron të lejuar gjunahun e madh të cilin ai bën, atëherë ai është mosbesimtar dhe ka dalë nga feja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ama nëse ky e vepron gjunahun e madh, që është poshtë kufrit, dhe e di se ajo është gjunah i madh, dhe beson se është gjunah i madh, atëherë ky është i mjeruar dhe futet tek paralajmërimi i rënd për ndëshkim, që ka ardhur për atë të cilin vepron gjunahet e mëdhaja. Dhe nuk ka dyshim se ai i cili futet në këtë paralajmërim të rënd, atëherë çfarë është ajo gjë që siguron atë nga dëshkimi, apo çfarë është ajo gjë që bën atë që të mendoj se do të dalë apo do shpëtoj nga ky paralajmërim i rënd. Mirë po ka disa prej njerëzve të cilët i njohin gjunahet të mëdha, që ato janë të ndaluara. Mirë po këto nuk e din se çfarë ndëshkimi kanë ato. Nuk e din se çfarë ndëshkimi kanë ato.
as nuk e din pasojat që kanë këto gjunahe. I din që ato janë haram, mirë po nuk e di se ajo është gjunah i madh. Ai nuk e di për shembull që shpirësi i alkoolit ndëshkohet me rrahje. Mirë po kjo lloj ignorancë pa dituri e tij nuk i bën dobi asgjë. Përkundrazi, bën që mbi të bjerë ndëshkimi dhe të zbatohen dispozitat në lidhje me gjunahën që ai ka bërë. Sepse të mos dish pasojat e një vepre që ti bën, atëherë domethënë kjo gjë nuk ndikon tek marrja e ndëshkimit apo tek largimi i dëshkimit. Fakti që ti nuk i di pasojat, kjo nuk e largon ndëshkimit. Prandaj që për aq kohë sa ai e di gjykimin dhe se ajo është haram, mirë po ai nuk e di pasojat që ka ky gjunaf që bën, atëherë kjo gjë nuk i bën dobi. Përkundrazi ky ndëshkohet për shkak të këtij gjunahu dhe e meriton që t'i bjeri pra ndëshkimi në dunja dhe në ahiret. Ndërsa disa për njerëzve nuk e njohin gjykimin fare. Ai nuk e di se kjo është gjuna i madh. Atëherë ignoranca e tij mund të jetë për shkak të neglizhencës së tij. Pra kjo ignorancë mund të vijë për shkak se ai ka neglizhuar vetë. Për shkak se atij i ofrohen mësimet, por se ai nuk mëson. Ose mund të jetojë në mesin e muslimanëve, të cilët i njohin këto dispozita, mirë po ai bën sikur nuk din dhe menjanohet, largohet, kthej shpinën. Edhe kjo lloj ignorance e tij nuk është justifikim për të. Pra nuk justifikohet me këtë lloj ignorance. As nuk arsyetohet për aq kohë sa ai është ai i cili e ka kërkuar gjunahun, edhe është kënaqur me gjunahun dhe është afruar, ka mbajtur afër gjunahun dhe ka kundërshtuar dijen dhe ka refuzuar atë. Dhe e fundit, ka për njerëzve që ignoranca e tij është ignorancë e vërtetë. Ai nuk ka gjetur askënd që ta mësojë atë. Dhe nëse ai do të gjente dikë që ta mësonte, ai do të kishte mësuar. Edhe pikërisht, ky është ai personi për cilin flet Imam Adh-Dhahabiu këto. Prandaj që duhet të tregohemi të butë me të edhe ta mësojmë atë. As të mos e qortojmë dhe t'ja ngrejmë zërin atij, por se një njeri i tillë mësohet dhe i ofrohet hajri dhe dija. Mirë po, që të gjykohet mbi të, kjo është çështje tjetër. Me kaq mjaftohemi, lutë Allah na bëj dobi neve dhe juve. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.